Horoskopi ditor 12 prill. Energjia që mund të hap një mundësi. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme dhe ka ditë kur një moment i vetëm mund të ndryshojë drejtimin e gjërave. Astrologjia sugjeron se 12 prilli mund të sjellë një energji ku disa mundësi mund të shfaqen në mënyrë të papritur. Ndonjëherë këto mundësi nuk duken menjëherë të mëdha, por mund të kenë potencial për të hapur një rrugë të re. Një bisedë, një ide ose një situatë që ndodh në momentin e duhur mund të krijojë një ndryshim në mënyrën se si shohim planet përpara. Kjo është një ditë ku vëmendja dhe reagimi i qetë mund të bëjnë diferencën. Nëse je i hapur ndaj asaj që ndodh dhe nuk e injoron një mundësi që shfaqet, mund të kuptosh se kjo ditë mund të ketë më shumë rëndësi nga sa duket. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të marrësh një hap drejt një ideje që ke pasur në mendje prej kohësh. Një situatë e papritur mund të bëjë të kuptosh se është momenti për të vepruar. Astrologjia sugjeron se disa mundësi mund të shfaqen përmes situatave të vogla që kërkojnë vëmendje. Në aspektin personal, një bisedë mund të japë një shtysë për të parë një marrëdhënie ndryshe. Në punë ose në projekte personale, një ide mund të fillojë të marrë formë më konkrete. Nëse vepron me qetësi dhe nuk nxitohesh, mund të kuptosh se kjo mundësi ka potencial për të sjellë diçka pozitive. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një ndjenjë stabiliteti, por edhe një moment ku duhet të jesh i vëmendshëm ndaj mundësive që shfaqen. Një situatë që lidhet me financat ose me një plan personal mund të bëjë të reflektosh për një zgjedhje. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo mundësi me kujdes. Një bisedë ose një informacion i ri mund të ndihmojë të shohësh një drejtim që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse nuk nxitohesh dhe i kushton vëmendje detajeve, mund të kuptosh se një mundësi e vogël mund të kthehet në diçka më të rëndësishme. Binjakët. Komunikimi mund të hapë një mundësi të re gjatë kësaj dite. Një bisedë, një mesazh ose një kontakt i papritur mund të bëjë të reflektosh për një plan që ke në mendje. Astrologjia sugjeron se disa mundësi mund të vinë përmes informacionit që merr gjatë ditës. Një ide që lind në momentin e duhur mund të ketë më shumë potencial nga sa mendon. Nëse je i hapur ndaj komunikimit dhe nuk e injoron këtë moment, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të çojë drejt një drejtimi të ri. Gaforja. Ndjeshmëria dhe intuita mund të ndihmojnë të dallosh një mundësi që nuk është e dukshme për të gjithë. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të japë një ide ose një ndjesi që të çon drejt një zgjedhjeje të re. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar ndjenjat dhe për të mos i injoruar ato. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i kushton vëmendje këtij sinjali, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ketë ndikim në mënyrën se si zhvillohet dita. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të shtyjnë të shohësh një mundësi që lidhet me një projekt ose një plan personal. Një situatë e papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra mund të zhvillohen më shpejt nga sa prisje. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo mundësi dhe për të bërë zgjedhje të menduara mirë. Një ide ose një sugjerim mund të ndihmojë të shohësh një perspektivë të re. Nëse vepron me besim dhe qartësi, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të sjellë progres. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të vësh re disa detaje që zakonisht kalojnë pa u vënë re. Një situatë që duket e vogël mund të japë një mundësi për të përmirësuar diçka në rutinën tënde. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo detaj dhe për të bërë rregullime të vogla që mund të kenë ndikim të madh. Një bisedë me një person që të njeh mirë mund të ndihmojë të shohësh një zgjidhje praktike për një situatë. Nëse nuk nxitohesh dhe i kushton vëmendje organizimit, mund të kuptosh se kjo ditë mund të japë një mundësi për të krijuar më shumë stabilitet. Peshorja.
Kjo ditë mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të zgjedhësh mes dy mundësive që lidhen me një marrëdhënie ose një bashkëpunim. Një situatë e papritur mund të bëjë të reflektosh për atë që është më e rëndësishme për ty. Energjia astrologjike sugjeron se është momenti i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Një bisedë e hapur mund të ndihmojë të kuptosh më qartë një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse ruan balancën dhe mendon me qetësi, mund të kuptosh se kjo ditë mund të japë një mundësi për të krijuar më shumë harmoni. Akrepi. Intuita mund të ndihmojë të dallosh një mundësi që nuk është e dukshme për të gjithë. Një situatë që shfaqet papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë një qasje të re. Astrologjia sugjeron se është momenti mirë për të analizuar situatat me qetësi dhe për të mos reaguar menjëherë. Një informacion ose një bisedë mund të japë një perspektivë të re për një plan që ke në mendje. Nëse i beson ndjesive të tua dhe nuk e injoron këtë moment, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ketë një ndikim më të madh nga sa duket. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të sjellë një dëshirë për të eksploruar mundësi të reja dhe për të parë përpara me optimizëm. Një situatë që lidhet me një projekt ose një ide personale mund të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se është momenti i mirë për të qenë i hapur ndaj eksperiencave dhe për të mos kufizuar veten. Një bisedë ose një sugjerim mund të japë një ide që lidhet me një mundësi të re. Nëse vepron me besim dhe analizë, mund të kuptosh se kjo ditë mund të çojë drejt një drejtimi interesant. Britsjapi. Kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt mund të japë një mundësi që kërkon vendim të qartë. Energjia astrologjike sugjeron se është momenti i mirë për të analizuar çdo hap dhe për të bërë zgjedhje të menduara mirë. Një ide ose një ofertë që shfaqet mund të ketë potencial më të madh nga sa duket. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ndihmojë të ndërtosh një bazë më të fortë për të ardhmen. Ujori. Ide të reja dhe perspektiva të ndryshme mund të shfaqen gjatë kësaj dite. Një situatë e papritur mund të bëjë të mendosh për një mënyrë tjetër për të arritur një qëllim. Astrologjia sugjeron se kreativiteti dhe reflektimi mund të ndihmojnë për të zbuluar mundësi që më parë nuk i kishe parë. Një bisedë ose një sugjerim i papritur mund të japë një ide që mund të zhvillohet më tej. Nëse i kushton vëmendje këtyre momenteve, mund të kuptosh se kjo ditë mund të japë një mundësi për të ndryshuar drejtimin. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj intuitës dhe ndjenjave që të udhëheqin në vendime. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të kërkojë më shumë reflektim përpara se të marrësh një vendim. Astrologjia sugjeron se është momenti i mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos u nxituar. Një moment qetësie mund të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se kjo ditë mund të japë një mundësi për të marrë një vendim më të qartë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën mundësi nëse mendon se kjo ditë mund të hapë një rrugë të re për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.